Selam aleikum të dashur shikues, mirë se po takohemi në edicionin e dytë të emisionit Reflekt, ku sot do të diskutojmë për sëmundjet e zemrës dhe për të na ndihmuar për këtë temë kemi hoxhën e nderuar Bedri Robaj, të cilit i uroj mirëseardhje. Hoxh, selam aleikum dhe mirë se erdhe. Aleikum selam, mirë se gjetëm, Allah shpërblet, ftesën. Amin. Çka nën kupton Islami me termin sëmundjet e zemrës? Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wallahu amma ba'd. Pas falëndrimit të Allahut xhalla xhelaluhu, i dërgojmë salavat dhe selamat të dërguarit ton Muhamedit alayhi salatu wassalam. Po valla, dietarët islam kur thojnë që përmendet zemra paraprakisht, kanë për qëllim edhe shpirti. Do të thotë këto sëmundje kanë të bëjnë të sëmundje shpirtërore dhe gjithashtu emërtohen në Kur'an si sëmundje të zemrës. Për këtë Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an tekstualisht e përmend kur thotë wa minan nasi men yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ka për njerëzve të atill që thojnë se ne kemi besuar Allahun dhe ditën e fundit, por ata nuk janë besimtarë. Thotë Allahu xhalla wala yukhadi'un Allaha wal ladhina amanu. Ata tentojnë ta mashtrojnë Allahun dhe besimtarët. Por ata nuk e kanë mashtruar askë, vetëm se veten e tyre, por nuk janë duke ndjerë. Pse? Thot fi kulubihim maradun, nga se në zemrat e tyre kanë smundje. Thot Allahu xhalla wala tregon se ka një lloj smundje shpirtërore që e përmend Allahu se ato do të thotë gjenden në zemrën e njeriut, për këtë ky ajet na tregon se zemrat do të thotë smuhen. Për këtë dietarët islam kanë thënë me smundje të zemrës kanë për qëllim që është do të thotë syfasia, është hipokrizia, mendjemallësia, hasedi apo zilia ndaj të tjerëve, kështu me radhë. Tani si ta dallojmë një zemër të pastër nga ajo e sëmur? Po, do të thotë zemra e pastër, Ibn Qayyim el-Jauzi rahimahullahu taala ka thënë nuk mund të jetë e plotësuar me pastërti një zemër e besimtarit përderisa nuk distancohet nga 5 gjëra. Thotë e para prej saj derisa zemra e njeriut nuk e braktis shirkun që të jetë i pastër tauhidi. Dhe gjithashtu duhet ta braktis bidatin, risit, që të jetë i pastër suneti i pejgamberit alayhis salam. Dhe nuk e braktis, thotë nuk mund të jetë zemra e pastër derisa nuk e braktis epshin që tjetë do të thot i pastër zbatimi urdhnave të Allahut xhalla wala. Po ashtu nuk mund të jetë e pastër derisa nuk e braktis gafletin, pakujdesin, çthurin e njeriut që tjetë i pastër dhikri dhe përmendja e Allahut xhalla wala. Po ashtu thot nuk mund të jetë zemra e pastër derisa nuk e braktis pasimin e egos, e epshit, derisa të jetë i pastër do të thotë sinqeriteti i tij. Do të thotë zemra e pastër është ajo zemër e cila njeh Zotin e saj, atë që e ka krijuar dhe e don atë dhe zbaton urdhnat dhe kërkesat e Allahut xhalla xhelaluhu. Tani, cilat janë disa nga smundjet më të shpeshta të zemrës sipas Kur'anit dhe Sunetit? Ajetin e parë që e përmendëm me të vërtetë aludon sepse Allahu xhalla wala aludon në një prej smundjeve më të rrezikshme që mund ta godet njeriu pas shirkit dhe kufrit. Nga se Allahu xhalla wala në surën Bakara fillimisht i përmend 4 ajete, cilësitë e besimtarëve të devotshëm. Në 2 pas tyre pason cilësitë e mohuesve, pa besimtarëve. Pastaj Allahu i ka përmendur 13 ajete cilësitë e hipokritëve. Dhe për këtë Allahu në Kur'an thot, ka prej atyre që thojnë se kemë besuar Allahun dhe ditën e fundit, por ata nuk janë besimtarë. Pse? Thot Allahu xhalla wala fi qulubihim marad, se në zemrat e tyre ka sëmundje. Këtu aludon ajeti sëmundja e hipokrizisë. Do të thotë prej tyre si sëmundja rrezikshme është, do të thotë dyftërsia e njeriut, kur Allahu na ruajt pretendon që beson Allahun edhe ditën e gjykimit, pretendon se i beson profetët, librat e shenjtë, por ai nuk është besimtar. E kjo hipokrizi është prej smundjeve të rrezikshme që mund ta godas njeriu. Po ashtu prej smundjeve është hasedi. Dietarët islam thonë hasedi apo zilia është kur njeriu shpreson që një begati t'i largohet një njeriu tjetër. Edhe nëse ajo nuk i vije këtij, por ky ka zili pse ajo posedon një mirësi, qoftë ajo pasuri apo një virtyt i tij. Për këtë do të thotë duhet njeriu të ketë kujdes nga se Allahu xhalla wala ka thënë
am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadli. A i kanë zili njerëzit për asaj që Allahu ju ka dhënë njerëzve për begative të tij? Të thotë njeriu duhet të ketë kujdes nga kjo smundje, po ashtu prej smundjeve që mund të përmendet është mendjemallësia, që është smundje e rrezikshme, nga se mendjemallësia njeriu e bën që mos të pranojë të vërtetën kur ajo i vije atij. Po ashtu është syefaqësia, ku Allahu xhalla wala në Kur'an e ka përmend se ka për njerëzve që thot Allahu fawailun lil musallin, mirë për ata që falin namaz, alladhina hum an salatihim sahun, e që ndaj namazit të tyre nuk janë të kujdesur. Pse? Thot Allahu xhalla wala yurauna an-nas. Këta thot, do të thot falin namaz për syefaqësi. E kjo smundje e zemrës është e rrezikshme nga se Allahu xhalla wala na ka qortuar, do të thot, për të. E kështu me radhë, do të thot, smundje të ndryshme. Po, si lindin këto sëmundje në zemër dhe çka i nxit ato? Në esencë, ose si parim kryesor, që mund të përmendim që mund të lindin tek njeriu, këto sëmundje që i përmendëm dhe të ngjashme të tjera, është mosnjohja Allahut xhalla xhelaluhu me emrat dhe cilësitë e tij. Do thot padituria, ignoranca e njeriu kur nuk e njeh Zotin e tij, pastaj njeriu mund të lëshohet të lakmojë në pasurinë e dikujt tjetër, ta urrejë atë, të xhelozoj, të jetë mendjemdhaj ndaj njerëzve që rrethojnë, e kështu me radhë, do thot, apo të jetë dyftyrsh e kështu me radhë. Do thot mos njohja Allahut xhalla wala është një ndër shkaqet që njerëzit japin hapësirë që të lindin smundje në zemër dhe në shpirtin e tij. Po ashtu është lakmia e tepërt në dunja. Do thot njerëzit kur lakmojnë tepër në këtë botë dhe pasuri, atëherë padyshim se lindin smundje si xhelozia, urrejtja, dhuna kështu me radhë. Po ashtu si shkak është i pandashëm në jetën e njeriu është nxytja e shejtanit. Për këtë Allahu xhalla wala ka thonë: inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Vërtet shejtani është armik i juaj, andaj merrni atë për armik. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Vërtet thot Allahu, shejtani e thërret idhtarët e tij, parinë e tij, që të jenë prej banorëve të zjarrit. Shejtani pa rreshtur njeriu e cyt, e ngasmon dhe nxit që t'i urrej njerëzit dhe fut armiqësi mes njerëzve, padyshim se është një ndër shkaktarët e mëdhenj që i nxit këtë smundje në zemrën e njeriu, të Allahu na ruaj. Tani si mundemi ta shërojmë një zemër të sëmur? Po kur tham paraprakisht se mosdia, ignoranca e njeriu për Allahun xhalla wala është shkak i smundjeve, padyshim se parimi më parsor dhe kryesor për largimin e këtyre smundjeve nga zemra është njohja e Allahut xhalla xhelaluhu. Njeriu sa më shumë që e njeh Allahun, cilësitë e tij absolute, emrat e tij, padyshim se njeriu është më i përmbajtur që mos të lakmojë në të mirat që i kanë njerëzit, mos jetë i padrejtë apo t'i urrejë ata kështu me radhë. Për këtë do thotë Allahu na ruaj, nga se sa më shumë njeriu që e njeh Allahun xhalla xhelaluhu, aq më shumë largohen nga këto virtyte të këqija. Po ashtu falja e namazit. Falja e namazit do të thotë është prej atyre që e shëron zemrën e njeriu. Për këtë pejgamberi alayhis salam ka thënë një hadith që e transmeton në Buhariera në Sahih Muslim, thot: a keni parë nëse ndonjëri për ju e ka një lumë pranë shtëpisë së tij dhe pastrohet në të 5 herë në ditë, a do të mbetej ndonjë ndytësirë në zemrën dhe trupin e tij? Thot sahabët kanë thënë, jo i dërguari i Allahut, nuk do të mbetet. Atëherë pejgamberi alayhis salam ka thënë, kështu është falja e 5 kohëve të namazit. Nuk lën, do të thot, asnjë smundje apo gjuna në zemrën e njeriu. Për këtë njeriu do të thot, nëse e fal namazin, kjo e shëron dhe e pastron zemrën e tij. Për këtë Allahu i ka lëvduar ata që përpiqen ta pastrojnë zemrën e tij dhe ka thënë: qad aflaha man zakkaha. Ka shpëtuar në të dy botrat ai i cili e pastron zemrën e tij. Po ashtu leximi i Kuranit. Leximi i Kuranit, pejgamberi alayhis salam kur ka sjell shembullin e besimtarit që lexon Kur'an, ka thënë: mathalul mu'mini alladhi yaqra'u al-Qur'an kamathali al-utrujja. Ka thënë shembulli i besimtarit që lexon Kur'an është sikur shembulli i një
lloj portokalli është, do të thotë që era e tij është e këndshme dhe shija e tij është e mirë. Do të thotë padyshim se leximi i Kuranit i shëron këto smundje nga zemra e njeriu, po ashtu prej gjërave që shërojnë zemrën e besimtarit është shoqërimi i njerëzve të mirë. Njeriu padyshim se do të merr virtyte dhe gjëra, cilësi të mira, fjalë të mira prej shoqërisë së mirë dhe gjithashtu e teston veten e tij dhe mund t'i shpalos në mendjen e tij gjërat që nuk i ka në veten e tij që i sheh virtytet e mira, do të thotë që burojnë nga zemrat e mira të besimtarëve. Tani hoxh, çfarë sfidash moderne e rrezikojnë në zemër sot? Po, Allah shpërblef për pyetjen, do të thotë prej sfidave që me të vërtetë sot sfidojnë besimtarin që ndikojnë në smundjen e zemrës së tij, është shtimi i pasurisë dhe lakmia e tepërt në dunja. Për këtë pejgamberi alayhis salam në një hadith që tregon kur Abu Ubejd ibn al-Jarrahi ka ardhur me pasuri nga Bahreini. Dhe kur vjen ai në Medinë, pejgamberi alayhis salam ka ardhur me një pasuri të madhe. Pejgamberi alayhis salam e sheh që kanë ardhur në namazin e sabahut disa njerëz që nuk ka qenë e zakonshme që të jenë, do të thotë të zakonshëm ata çdo ditë të rregullt në namaz. Dhe pejgamberi alayhis salam ka pyet, keni ndëgjuar se ka ardhur Abu Ubejde me pasuri nga Bahreini? Kanë thënë po, i dërguari i Allahut. Atëherë pejgamberi sa mi ka përgëzuar se do ta shpërndan atë pasuri, por i ka këshilluar dhe i ka qortuar, duke thënë mel faqra akhsha aleikum. Nuk është varfëria që frigohem që do t'ju godet juve. Innama akhsha an yusibakum al-ghina, por kam frikë se, apo innama akhsha an tubsat aleikum ad-dunya, frigohem se do t'u zgjerohet juve pasuria në këtë dunja. Thot fatanafasuha, ju do të garoni për ta marrë ata. Kama tanafasuha, ashtu siç garuan popujt para jush. Thot futuhlikakum kama ahlakathum. Atëherë do t'ju shkatroj kjo lakmi ashtu siç i ka shkatruar ata që ishin para jush. Do thot hadithi tregon se lakmia e tepërt në dunja e shkatron njeriu siç ka shkatruar Allahu popull të mëhershëm. Për këtë duhet njeriu të ketë kujdes, nga se Allahu po ashtu në një ajet kuranor e përmend rrezikun e zemrës së smur, kur thot wa minan nasi men ya'budullaha ala harf. Ka njerëz që adhurojnë Allahun në mëdyshje. Çfarë është kjo? Thot fe in asabatu khairun yatma'anna bi. Nëse Allahu jep të mira në këtë dunja, ai qetësohet me ta. Wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. Dhalika huwa al-khusran al-mubin. Nëse Allahu nuk thot e godet me papasuri, me varfëri, por thot nëse e sprovon diçka në pasurinë apo në dunjan e tij, thot atëherë i përplaset dhe shpalos fytyrën e tij, thot e ky e ka humbur këtë botë dhe botën tjetër. Nga se njeriu kur ka, do të thot, pasuri dhe joshi shumë lakmi të tepërt në këtë dunja, Allahu na ruaj, kjo e bën që të smurët zemra e tij dhe njeriu të harron Allahun xhalla xhelaluhu. Hoxhë, dhe për fund, çfarë porosie do të jepje për rinin që të mbajnë një zemër të pastër? Po, do të thotë, duke u ndërlidh me atë që më shumë të njerëzit i bën që zemra tyre të sëmurët, është fitnja e kësaj bote. Janë gjërat joshse të kësaj bote. Për këtë Allahu xhalla xhelaluhu në surën Mu'minun na jep një shembull që të kemi kujdes dhe të marrim mësim prej tij. Allahu xhalla wala e tregon në mënyrë detale se si e ka krijuar Ademin alayhis salam dhe si kanë vazhduar etapat e krijimit të njerëzit pas tij deri në ditën e Kiametit. Thot Allahu xhalla wala wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin. Thot ne e krijuam njeriu në parë prej një cope balte dheu. Thot thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Pastaj ne, vazhdimi i njerëzimit, u krijua, thot, prej një fare që vendoset në mitrën e nënës. Thot pastaj ne këtë farë e kemi krijuar në pikë gjaku. E këtë pikë gjaku e kemi bërë copë mishi të kafshuar. E pastaj këtë copë mishi e kemi bërë eshtra. E pastaj këta eshtra e kemi mveshur me mish. Pastaj thot e krijuam njeriu në formë tjetër.
ja japën formën e tij të fundit. Thot thumma ansha'nahu khalqan akhar. Pastaj atë e bëm një krijesë tjetër. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. I lartësuar është Allahu krijuesi më i mirë. Pas këtij ajeti, kur Allahu tregon në mënyrë detale se si e ka krijuar njeriun, është logjike që të mendojmë se Allahu do të thotë lindni, rriteni e kështu me radhë. Por jo, Allahu këtu na jep atë mesazhin që ndu ta kumtoj tek rinia jon. Thot Allahu thumma innakum ba'da dhalika lamayitun. E ju pas kësaj do të vdesni. Thumma innakum yawm al-qiyamati tub'athun. E ju pastaj pas vdekjes do të ringjalleni. Ku është dunjaja? Thot Allahu Gjelle Wala në këtë mesazh se do të kaloni dunjan sa që nuk ka vlerë të përmenim fare. Andaj, joshja dunjas, nëse na bën që të harrojmë Allahun, fjalët e tij, të dërguarin e tij, hadithet e tij, padyshim se kjo është e rrezikshme për botën tjetër. Allahu na ruajt, elus Allahun Gjelle Wala që na bëj për atyre që nuk joshemi në këtë botë, por se e ruajmë veten tonë duke përkujtuar këshillat e Allahut në Kur'an dhe këshillat e të dërguarit Allahut në hadithet e tij. Hoxh, ne ju falenderojmë që ishit sot me ne. Allah e shpërbleft. Amin. Pra të dashur shikues, erdhëm edhe në fund të këtij edicioni ku ishim me Hoxhën e nderuar Bedri Robajn dhe diskutuam për sëmundjet e zemrës. Unë shpresoj që të takohem përsëri me ju javën tjetër me një temë tjetër. Deri atëherë, selam aleikum dhe miru pafshim.